Gjatë fushatës zgjedhore ish kryeministri Kurti promovoi publikisht dhe përmes vizitës aty që u paraqit si fabrikë e prodhimit të dronëve ushtarak në Xhiran. Duke lënë të kuptohet se në Kosovë po prodhohen dronë dhe kapacitetet e avancuara teknologjike për siguri dhe mbrojtje. Ditëve të fundit, nga hulumtimet dhe raportimet serioze mediatike, kemi të ngritura dyshimet të forta dhe të faktuara se pamjet promovuese nuk përfaqësojnë prodhimin real në Kosovë. Janë përdorur materiale të huaja ose të modifikuara, të pakontrolluara dhe në një fabrikë ku kapaciteti i saj është thellësisht i diskutueshëm. Kjo është çështje serioze, sepse prodhimi i dronëve nuk është aktivitet simbolik apo promovues. Aty kërkohet infrastrukturë të certifikuar, personel të specializuar inxhinierik, protokole të sigurisë dhe mbikëqyrje shtetërore, licenca e autorizime të qarta ligjore, testime të shumta teknike dhe operative. Asnjë prej këtyre nuk mund të zëvendësohet me video promocionale apo me montazh vizuale. Prodhimi real i dronëve është proces i gjatë, i verifikueshëm dhe i dokumentuar, jo diçka që imitohet për kamera. Kur një kryeministër paraqet si kapacitet shtetëror diçka që nuk ka kaluar këto faza themelore, problemi nuk është vetëm etik. Problemi është institucional dhe i sigurisë kombëtare.